Një tërmet me magnitud 4.3 i shkallës Richter goditi rajonin pranë qytetit Gerash në jug të Iranit të martën, sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara. Lëkundja ndodhi në një thellësi të cekët prej rreth 10 kilometrash, një dukuri e zakonshme në këtë zonë sismikisht aktive që shtrihet përgjatë sistemit të thyerjes Zagros, ku tërmetet e cekta janë të zakonshme. Deri tani nuk ka njoftime për dëme të mëdha apo viktima. Ngjarja ndodh ndërsa rajoni është përfshirë nga një periudhë tensioni të lartë ushtarak në kuadër të fushatës amerikane të njohur si Operacioni Epic Fury, që ka përfshirë sulme të koordinuara nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ndaj objektivave iraniane. Koha dhe vendndodhja e tërmetit kanë tërhequr vëmendjen për shkak të afërsisë me zonat strategjike të Iranit. Sulmet kanë shkaktuar reagime të gjera hakmarrjeje në lindjen e mesme, ndërprerje të udhëtimeve ajrore, rritje të shqetësimeve të sigurisë dhe viktima civile në Iran. Ngjarjet e fundit, përfshirë edhe vrasjen e udhëheqësit suprem Ayatollah Ali Khamenei, kanë përshkallëzuar situatën e tensionuar në rajon dhe kanë rritur frikën për përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit.